Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Jini të kënaqur me Allahun. Kur besoni tek fjala jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, me Islamin si fen time dhe me Muhammedin si të dërguar, ju duhet jeni të kënaqur me urdhëresat e Allahut dhe ligjet e Tij. Kur tregojeni për zgjedhës në bindjet tuaja lidhur me besimin në kader, besimi juaj nuk është i plot. Të qenurit për zgjedhës do të thotë të jeni të kënaqur vetëm me ato rregulla që ju pëlqejnë, ndërkohë që ankoheni për ato që s'ju pëlqejnë. Disa njerëz do të ishin të lumtur me Zotin e tyre, sikur gjërat ishin të lehta, por ata nuk do t'i pëlqenin ligjet e Tij nëse gjërat do të vështirësoheshin, dhe për ta Allahu ka thënë: nëse e godet ndonjë e mirë, ai qetësohet me të. Por nëse e godet ndonjë e pakëndshme, ai kthehet në fytyrën e vet të vërtetë. Ai e ka humbur këtë dhe jetën tjetër, e ky është dështimi i qartë. Beduinët e njoftuan Islamin e tyre haptazi, dhe kur gjenin lehtësim dhe përfitim në atë që ishte shpallur, ata thonin: kjo është një fe e mirë. Atëherë ata u përmbaheshin urdhëresave dhe zbatonin detyrimet e tyre fetare. Mirë po kur pan të kundërtën, thatësirë dhe varfëri për shembull, ata kthenin shpinën në mospërfillje, duke e braktisur fenë e tyre. Ai që e praktikon Islamin në mënyrë të tillë, pranon gjithnjë lehtësimin për të përmbushur dëshirat e tij personale. Ai që zgjidhet nga Allahu për të adhuruar atë dhe për të mbajtur flamurin e Islamit, e pastaj nuk është i kënaqur me këtë nder, meriton shkatërim të vazhdueshëm e të përjetshëm. Dhe lexoju atyre tregimin e atij që i patëm dhënë dituritë tona. Ndërsa ai u zhvesh prej tyre, dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani, dhe kështu ai u bë prej të humburve. Allahu do t'i bënte të dëgjojnë, po të dinte se do të arrinin ndonjë të mirë. Por edhe sikur t'i bënte të dëgjojnë, ata do të së mbarapseshin dhe do të refuzonin. Kënaqja është një shteg i cili ndiqet nga ata që duan të pasojnë një kod më të lartë. Kod që ndiqet nga ata që janë të afërt me Allahun. I dërguari i Allahut shpërndau pren e luftës pas betejës së Hunenit. Ai ja u dha shumicën prizve të fiseve të ndryshme dhe atyre arabëve që e pranuan vonë Islamin. Ai përjashtoi Medinasit, i bindur në shkallën e kënaqësisë dhe imanit të secilit prej tyre. Mbase disa prej tyre nuk e kuptuan plotësisht arsyen fisnike pas përjashtimit të tyre nga kjo ndarje, prandaj i dërguari i Allahut i mblodhi ata së bashku për t'u shpjeguar pse nuk u përfshin. Ai u tregoi për dashurinë e tij të thellë ndaj tyre dhe faktin se u dha të tjerëve për t'i afruar në Islam, një veprim që shpjegohet me nivelin e tyre të dobët të imanit, i cili duhej forcuar. Ai u tha ensarve: a nuk jeni të kënaqur që njerëzit po kthehen me deve e bakti, ndërsa ju po ktheheni me të dërguarin e Allahut? Ensarët janë si rrobat e mia të brendshme, ndërsa të tjerët janë si veshjet e mia të jashtme. Allahu i mëshiroft ensarët, bijtë e ensarëve dhe nipat e ensarëve. Sikur tërë njerëzit të kalonin në një lugin, ndërsa ensarët të kalonin në për një tjetër, unë do të shkoja me ensarët. Ata u mahnitën, kënaqësia dhe paqja zbritën mbi ta. Ata arritën kënaqësinë e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Ata që me të vërtetë kanë gjetur kënaqësinë e Allahut, nuk e ndrojnë atë për tërë botën. Asgjë nuk krahasohet me kënaqësinë e Tij. Një beduin pranoi Islamin para të dërguarit të Allahut, i cili atëherë i dha ca para. Beduini i tha:
O i dërguar i Allahut, unë nuk u betova të të pasoja për këtë. Pejgamberi e pyeti, atëherë përse u betove të më ndiqje? Ai u përgjegj, u betova të të ndjek që një shigjet të më godas mu këtu dhe të regoj fytin e të më dalë këtu dhe të regoj qafën. I dërguar i Allahut tha, nëse je besnik ndaj Allahut, ai do t'jetë besnik ndaj teje në premtimin e tij. Ai njeri mori pjesë në një betejë dhe një shigjet e goditi ashtu siç dëshiroi. Ai e takoi Zotin e vet, i gëzuar dhe i kënaqur. Në një rast tjetër, i dërguari i Allahut ndahu ca pasuri. Ai u dha atyre që ishin të dobët në fe dhe nuk u dha atyre që kishin njomur shpatat me gjakun e armikut, e që e mbrojtën fen me trupat dhe pasurinë e tyre. I dërguari i Allahut u ngrit përpara njerëzve dhe tha, unë u jap njerëzve për shkak të lakmisë dhe ankthit që Allahu ka vendosur në zemrat e tyre. Nuk u jap të tjerëve për shkak të imanit apo së mirës që Allahu ka vendosur në zemrat e tyre. Prej tyre është Amr ibn Taglibi. Amri tha, këto ishin fjalë të cilat nuk do i ndërroja me asgjë në këtë botë. Ky është kulmi i kënaqësisë dhe kërkimit të asaj që është me Allahun. E tërë bota nuk vlente për të sa një buzëqeshje e pejgamberit. Premtimet e të dërguarit të Allahut ishin shpërblimi i Allahut, kënaqësia e tij dhe xheneti. Ai nuk i premtoi asnjërit prej tyre kështjella, pozita apo tokë. Ai u thonte atyre, kushdo që bën këtë dhe atë, do të ketë shpërblim xhenetin. Ai që bën këtë dhe atë do të jetë shoku im në xhenet. Përpjekjet e jashtëzakonshme të sahabëve nuk mund të kompensoheshin me dhurata të zbehta të kësaj bote. Shpërblimi i drejtë për ta mund të jepej vetëm në përjetësi. Tirmidhiu transmeton se Umeri shkoi të kërkonte leje nga i dërguari i Allahut për të bërë haxh në Mekë. I dërguari i Allahut i tha, mos na haro me lutje, o vëlla. Folësi i këtyre fjalëve ishte i dërguari me udhërrëfim, i pamkat dhe që nuk fliste nga dëshira, por nga shpallje. Umeri tha se këto fjalë të pachmueshme nuk do t'i ndronte për tërë botën. Përfytyroni sikur i dërguari i Allahut t'ju thonte, mos na haro me lutjen tënde, o vëlla. Si do të ndjeshit? Niveli i kënaqjes së pejgamberit me Zotin e tij ndodhet për te aftësisë son të përshkrimit. Ai ishte i kënaqur nga Zoti i tij në pasuri e në varfëri, në shëndet e në sëmundje, në rrethana të vështira e në rehati. Ai e ndjeu drejt për së drejti hidhërimin dhe trishtimin e të qenurit jetim. Ai ishte i kënaqur me Zotin e tij dhe kur nuk gjente asnjë kokër hurme për të ngrënë. Dhe kur uria e skajshme detyronte të lidhte gur pas brezit. Ati ju desh të linte peng tek një hebre par zmoren e tij për t'i marrë borxh sa miell. Shtratin e kishte aq të fortë, sa që i linte shenja në shpinë dhe i shkaktonte dhimbje. Nganjëherë kalonin edhe 3 ditë pa ngrënë. Me gjithë tërë këto vështirësi, ai ishte i kënaqur me Allahun, Zotin e gjithçkaje që ekziston. I madhëruar qoftë ai, i cili po të dëshiroj, mund të t'jap edhe më mirë se çton ata, kopshte në të cilat rrjedhin lumenj, ku ka edhe pallate. Ai ishte i kënaqur me Allahun në kohrat më të vështira të jetës së tij, periudhën e hershme të mesazhit të tij. E tërë bota ishte kundër tij me numrin e tyre të madh, pasurinë dhe pushtetin. Gjatë kësaj kohe i vdiqën xhaxhai i tij Ebu Talib dhe e shoqja Hatixhe. Kurejshët derdhën tërë llojet e dënimeve mbi atë dhe pasuesit e tij. Atë e shanë dhe mos besuan, e quajtën gënjeshtar, magjistar, të çmendur
tregues për rallash dhe poet. Ai ishte i kënaqur me Zotin e tij edhe në ditën kur e degdisën nga Meka, qyteti ku luajti në fëmijëri dhe u rit në rini. Duke u kthyer me fytyrë nga Meka, sytë e tij u mbushën me lot dhe ai tha: Nga të gjitha tokat e Allahut, ti je më e dashura për mua. Sikur banorët e tu të mos më kishin për zën, nuk do të kisha lënë kurrë. Ai ishte i kënaqur me Zotin e tij kur shkoi në Taif për të përhapur mesazhin e tij fisnik, dhe në vend të mirëseardhjes ata e pritën me gur që ja gjakosën këmbët. I dërguari i Allahut u plagos në betejën e Uhudit. Xhaxhai i tij Hamza u vra, shumë nga shokët dhanë jetën, por menjëherë pas luftimit ai tha: Rreshtohuni pas meje që ta falenderojmë Zotin tim. Në çdo çast të jetës vet, ai ishte i kënaqur me Zotin e tij, për çka është edhe shpërblimi. E Zoti yt do të jap, e ti do të kënaqesh. Një thirrje nga lugina Nahla. Pejgamberi i pafajshëm Muhammed doli nga Meka, ku ishin familja, fëmijët dhe shtëpia. Ata e refuzuan njerëzit e vet. Ai u nis për në Taif me të njëjtin mesazh, dhe aty u trajtua me urrejtje. Pleqët e mallkuan, fëmijët e përqeshen dhe e gjuajtën me gur. Lot pikëllimi i rodhën fytyrë dhe këmbët i ishin gjakosur. Nga do ktheja i tani? Ku të kërkon të strehim? I vetmi që jep strehim është Allahu fuqiplot. Pejgamberi i mëshirës dhe i butësisë, Muhamedi, u drejtua nga Qabeja. Falenderoi Allahun, e madhëroi atë dhe ju lut ta ndihmonte në vështirësitë e tij. Lexoni lutjen e tij pas asaj që i ndodhi në Taif. O Allah, ty ta ankohem për dobësinë time, mungesën e mundësive të mia dhe urrejtjen e njerëzve ndaj meje. Ti je i plot mëshirshmi, ti je Zoti im. Kujt po më dorëzon? Ushurinjve të mi që janë të ashpër me mua, apo armikut që ke bërë të më nënshtroj? Nëse nuk je zëmëruar me mua, unë nuk shqetësohem, se si më trajtojnë njerëzit, veç se siguria jote është më e lehtë për mua. Kërkoj stre me shkëlqimin e fytyrës tënde, që e ndriçon errësirën dhe i përmirëson çështjet e dynjas e të përjetësisë nga zbritja e zëmërimit tënd mbi mua. Fajsoj veten gjersa ti të jesh i kënaqur, dhe nuk ka fuqi as pushtet përveç se me ty.